Edhe për gjatë muajit mars do të ofrohet analiza e mamografisë falas pranë Poliklinikës së Korçës. Kjo nis me Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, synon zbulimin e ershëm të kancerit të gjirit dhe parandalimin e tij. Nada Nasto, shefi i kujdesit shëndetësor parësor në Korçë, thosë se nga viti në vit vjet re një rritje ndërgjegjësimit për kryerjen e mamografisë, ndërkohë thekson faktin se gjatë muajit tetor, i cilësuar si tetori roz, u kryen 1067 mamografi. Në bazë të urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë muajit mars, mamografia pranë Poliklinikës së Spitalit Rajonal Korçë do jetë e hapur me një orar të zgjatur deri në orën 6 pasdite dhe do jetë grup mosha mbi 50 vjet e grave dhe nën këtë moshë gratë janë në risk për të kryer mamografin falas me një kartë identiteti, jo me rekomandim siç ndodh zakonisht nga mjeku i familjes. Kanceri i gjirit renditet si shkaktari i parë i vdekjeve tek femrat, ndaj është e rëndësishme parandalimi, por dhe kurimi, pasi nëse kjo sëmundje kapet në stadin e parë, është e shërueshme. Si ju duket që ofrohet falas? Shumë mirë. Vete keni kryer ndonjëherë? Vjet e bera. Po këtë vit do e bëni? Themi ta bëjmë. Po ide e mirë për të gjithë ata që kanë nevojë, për gjithë ata që s'kan mundësi. Ju vete keni kryer ndonjëherë? Jo. Kontrollet periodike shpëtojnë jetë, ndaj apeli që vjen për të gjitha gratë e vajzat është që të mos e lënë pas dore shëndetin e tyre.